Në 35 vjetorin e rihapjes së xhamisë së Plumbit, arqipeshri i Shkodrës u prit në një vizitë të veçantë nga myftyu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Myftyu Sytari tha se takimet të tilla që flasin për harmoninë fetare duhet të vijojnë përgjithmonë. Edhe me hapjen e kishës, edhe me rihapjen e kishës, edhe rihapjen e xhamisë, muslimanët të Krishterë kanë qenë bashkë aty dorë për dorë, pa llogarit data, edhe pa llogarit asgjë tjetër përveç se dashnin për Zotin e dashnin për njëri tjetrin, çlirimin për cilin ky popull ka qenë i eton edhe ja zhbon një zullum shumë i madh. E fakti që sot arqipeshri i Shkodrës e viziton xhaminë e Plumbit është shenja më e mirë edhe simbolika më e shtrenjtë e asaj ku ne jemi edhe duhet të jemi. Arqipeshri i Shkodrës deklaroi se xhamia e Plumbit është një prej objekteve të kultit që dëshmon se çfarë do thot liria dhe se çlirimi i besimit është në thelbin e dinjitetit të njeriut. Nuk është kush e ka hapur përpara, kush ka është mbrapa. Rëndësishme që kemi fituar këtë çlirim. E kjo është më e rëndësishme, nuk është një data, por është një koincidencë e bukur që bas 30 vite përpara ka marrë në këtu e pastaj do të shkojmë atje. Është diçka që na thotë që jemi barabartë. Dy klerikët komentuan edhe projektligjin për barazinë gjinore, duke riteksuar se janë kundër dhe se besojnë se politika shqiptare nuk do ta presë në besë tabanin tradicional shqiptar në favor të agjendave që për qëllim kanë shturjen e familjes dhe shoqërisë. Deklarata e përbashkët e komuniteteve tona fetare prevalon mbi çdo fjalë tjetër dhe çdo qëndrim tjetër, as qëndrimi jon i përbashkët. Edhe shpresoj që Parlamenti shqiptar edhe klasa politike në këtë rast ka reflektuar si duhet edhe do të respektoj tabanin edhe nuk do ta presë në besë tabanin e këtij komi dhe këtij vendi për interesat cinike të agjendave që nuk janë agjendat e shqiptarëve. Mi të bindur që familja, njeriu është i krijuar sipas vullnetit e Zotit. Unë e kuptoj edhe politika, flitet për politikë, integrimi në Europë, që janë edhe gjërat që politika do të mbajë, do të vazhdojë, por ne do të kemi kujdes të mbajmë edhe traditat tona. Pavarësisht integrimi nuk do të thotë që ne do të humbim traditat tona. Atëherë populli shqiptar ka një traditë për sa i përket vlere familjes, për sa i përket edhe respekt për njeriu që është mashkull dhe femër. Atëherë mirë integrimi për sa duhet, por do të mbajmë edhe identitetin ton shqiptar. E kjo do të është një detyrë për çdo qytetar, jo e politikë do të ketë parasysh. Më 4 dhe 11 nëntor të vitit 1990 u zhvilluan 2 meshat e para në varrezat e Rrmajit dhe më pas me 11 nëntor u mbajt fjala në xhaminë e Plumbit duke i hapur rrugë rikthimit të lirisë së besimit në vend.